Agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit BKH kanë zhvilluar fundjavën e kaluar kontrolle në zyrën dhe banesën e drejtorit të OSHE, Enea Karakaçi, duke sekuestruar celular, kompjuter, dokumente, pajisje elektronike dhe shënime personale që i shërbejnë hetimit penal. Operacioni u krye në kuadër të një dosjeje që përfshin korrupsion, pabarazi në tender, fshehje të ardhurave nga shitja e energjisë dhe shpërdorim detyre të kryera në bashkëpunim gjatë 3 viteve të fundit në krye të OSHE-s. Sipas burimeve nga strukturat hetimore, një prej çështjeve kryesore ku po hetohet Enea Karakaçi lidhet me menaxhimin e borxheve që konsumatorët familjar dhe bizneset i kanë OSHE-s. Sipas rregullores dhe vendimit të qeverisë, mbledhja e borxheve duhet të kryhet nga vetë OSHE përmes procedurave ligjore, duke përfshirë ndërprerjen e energjisë dhe sekuestron e pasurive në rast mos shlyerjeje, por në kundërshtim me çdo ligj dhe praktikë të mëparshme. Drejtori i Karakaçi ka deleguar mbledhjen e borxheve për një periudhë 10 vjeçare ish drejtorit të OSHE Ardian Çela, aktualisht në hetim Gazpak, për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Çela ka ngritur një grup privat agjentësh që operon dermoder me mbështetjen e policisë lokale, duke ushtruar presion ndaj qytetarëve dhe bizneseve për pagesa të menjëhershme, shpesh për kërcënime për gjoba apo kallëzime penale. Ky grup nuk është kompani e licencuar, nuk ka fituar asnjë ankant dhe nuk ka kontratë regjistruar në OSHE. Veprimi i tyre bazohet vetëm në autorizime të paligjshme, të lëshuara personalisht nga drejtori Enea Karakaçi në marrëveshje me ish drejtorin Çela. Sipas kallëzimeve në SPAK, për çdo shumë të mbledhur, grupi përfiton një përqindje sekrete të parave, ndërsa vlera e vërtetë e borxheve dhe pagesave mbetet e fshehur nga dokumentet zyrtare.